Tashmë të gjithë e dim se për largimin e banorëve në nominim nuk vendos më publiku për produksioni, por kohët e fundit kjo është bërë edhe më e dukshme. E njëjta situatë ka ndodhur edhe prajmin e së martës me largimin e Shkëlzenit. Edhe pse publiku donte të largonte Jozin apo Viserlon, ai që doli ishte Shkëlzeni, dhe kjo dalje e papritur e tij ka ngritur dyshime në rrjet se ka qenë i planifikuar nga produksioni. Vetëm pak kohë më parë pa dalë ende Egli nga shtëpia, Shkëlzeni ka bërë një deklaratë kundër produksionit dhe ata me sa duket kanë planifikuar largimin e tij. Në një video tashmë virale në TikTok, Shkëlzeni shprehet se ka folur dhoma e rrëfimit dhe jo Egli. Pasi debatit të kësaj të fundit me Gjestin, gjatë orëve të fundit që ishte ende në shtëpi. Vëmendje ka marrë edhe reagimi i Shkëlzenit në momentin kur thuhet se është ai që la shtëpinë, duke bërë një të qeshur ironike, për të lënë të kuptohet se ai e priste këtë gjë për shkak të deklaratave të tij kundër produksionit. Po ju, si ju duket vendimi për largimin e Shkëlzenit?